Në qytetin e Prishtinës, unë besoj që të gjithë e keni pa ndeshjen në fundit Shqipëri dhe Serbi. Ne kemi dalë për mi pyet qytetarët se si e kanë përjetu këtë ndeshje. Qysh e ke përjetu ndeshjen Shqipëri-Serbi, a da i e koni kënaqur me lojën? Tyve mirë kanë luajt. Po. Edhe ata nuk bon problem do këtë sen. Po. Sërveç mirë kanë luajt, tonë kanë luajt edhe ma mirë. Pse po mendon që ka luajtur tonë ma mirë? Tyve mirë o sjellën, se ata nuk e di veç ku luajshin, nuk i rëzëshin fort ata e mirë o kanë. Qysh e ke përjetu momentin kur Reimana e ka humbë penalltin? Shumë keq. Pse? A ke prit ma shumë prej tij? Normal. A ke dash ndaj kush tjetër me kon vend ti për me jap gollën? Po, broja u kom njëri kryesor kom broja për penalla. Qysh e ke përjetu momentin kur Reimana e ka humbë penalltin? Shumë keq. A ke prit ma shumë prej tij? Ti e kishe jap. Unë e kisha dhënë, me sinqer. Qysh po ndihesh tash pas ndeshjes? Ish gënjim apo krenar? Ish gënjim. Ke pas përtrirje ma shumë. Çai kishe thonë ekipi shqiptar pas kësaj ndeshje? Kisha thonë më angazhu ma shumë.